Maliqi, a mund të kyshet tani në këtë lojë politike zonja Osmani edhe të krijoj diçka, ndonjë ta krijoj ta prish ose ta ndresh lojën? Edhe një alternativë. Presidentja e vendit, e cila u duk aktive vetëm nëse dhe jep dorëheqje nga kryetarja, zgjedhjet edhe ashtu do të mbahen, edhe e fut në lojë edhe veten, edhe një elektorat që supozohet se i ka, edhe ajo mund tash atër që ja mundësoj Kurtit 100.000 vota për apësisht kanë shku të vetëvendosja që nuk kanë qenë të vetëvendosjes, po të LDK-s. Një krahu anti-thashi i LDK-s. A është kjo ajo befasia e madhe që mund t'i ndodhë skenës politike? Pa i ndodhi gjysa, nuk i ndodhi krejt. Jo, po thëmë, a është tash një tërheqje, ose një dorëheqje presidentit Osmani edhe shkojmë... Jo sa tash po lunë një lojë tjetër, po distancohet edhe prej qeverisë, edhe prej me ambasadat përin, me Amerikën e me kështu. Nuk di aty a ka nëjë plan, ambasadorët kanë qenë përpara ma aktiv, tash jo. Tash kanë ndryshuar pas përgatit skemën për opozitën, për nuk funksionoj. Ata kanë pas do ide tjera, kush me qenë me ullëdhec listën e LDK-s, Bedri Hamza është duket ideja e tyne. Se ka patur skemë diplomatike, se kjo e interesante duket, diplomatike që opozita me një farforme të merë përgjithësi. Ka pas preferencë. Kush, për shembull nga LDK-s ka qenë Lumiri? Apo ka mund të tjetë? Edhe me Mlis ka qenë i PDK-s, apo? Po s'ka nuk doli PDK. E kanë llogarit në ndërkombëtarët kontingjentin e votave në zonat ku LDK-ja është e dopt. Që do të dilte pak më mirë. Po, ata kanë propozu Gazmet Muhaxhirin të Pejës, që nështë për LDK-n kishë fitu më shumë vota vetë personalisht edhe... Se sa Lumira Abdigjiku? Po. Në përgjithësinë gjithë Kosovën? Lumiri betet me kryetari partisë. Po, si kryetari partisë. Si kandidat për kryeministër. Këtë po e dëgjoj po e... Nisht pak o spekulative... Maliqi mos na tha ndonjë informacion që s'është dashur ta. Jo. Se kjo se ka shumë interesante. Në për kuluare gjithë folë ashtu. Po, vetëm varet të çfarë kuluare edhe... Ma merr mendja unë çfarë kuluare. Në këtë rrugë po gjithsesi kjo që ka... Që ka lajm. Edhe tash, po më nuk po përzihen shumë, po janë të interesuar mos me pas si partner këtu Albin Kurtin se e kanë ignoruar 4 vjet të gjitha zyrat diplomatike, ai nuk ka pas asnjë takim serioz, pos në ato takime që janë protokolare. Shkon edhe në Munich në ato konferenca e kështu. Po me kryeministër nuk kemi qenë të përfaqësuar. Vetëm e thrasin tash kohët fundit Vjosën. Dhe ajo mundet më faktorizu prapë sa vota ka këto kërkush se dim. Këto e vërteta që se dim. Po, Kryetio... Edhe ajo pëllun lojën me qenë edhe njerë, nështë ta... Edhe njerë prezidentë, për një mandat tjetër, po duhet dikush ta votoj për ta. Si realizohet kjo nuk e dim, në këtë sot jo. Po mundet me qenë... Sot është pak problem. Tha me një rast mund ndodhë dorëheqja e presidentës. Dorëheqja e presidentës, për shembull, hipotetikisht do të ndodhte për të prodhuar efekt zgjedhor dhe për të normalisht që dorëheqja e saj do të ishte bashkangjitje në LDK dhe të prodhonte një rezultat tjetër. Unë mendoj që do të ndodhte me një situatë kur të argjoja dhe të konsumoja fati kohor për krimin e institucioneve. Për ndryshe, derisa janë hapur mundësitë që potencialisht do të kishte për shembull një koalicion PDK vetëvendosje, dorëheqja e saj do të ishte e kotë. Domethënë sepse një koalicion i tillë mund të zgjedhë presidentin. Domethënë dorëheqja e saj mund të vijë si nuk janë funksionale, po. Mund të vijë si mjet, nëse do të përdori si mjet politik, vetëm atëherë masi të kalojnë gjitha afatet kohore, do të thotë për krimin e institucioneve, edhe për caktohen zgjedhjet, edhe s'po me përcaktimin e zgjedhjeve mund të kishim edhe një dorëheqje të presidentit edhe të futej në garë zgjedhore. Kjo është shumë hipotetike, a mund të jetë kalkuluar politikisht, mund të jetë, mund të prodhoj efekt, mund të ketë. Ne sot kemi pasur disa vizitat ambasadave në subjekte politike, madje bile në LDK. Unë nuk mendoj që ambasadat ose bërësia ndërkombëtare
Orientojnë. E orientojnë, por gjithsesi mundën me dhënë rekomandime për çështje të zhvillimit ditore. Këto takime të cilat po ndodhin, sa Lumira Abdixhiku